në këtë vit më duket Sopoti, skuadra juaj e zemrës, ka kaluar në kategorinë e parë. Ka një buxhet të dedikuar Bashkia Librash për sportin edhe kulturën, apo më shumë me donacione? Klubi i Sopotit ngjitet pas 10 vitesh në kategorinë e parë. Kjo kuptohet që unë duhet të falenderoj të gjithë futbollistët, këshillit teknik ose zyra teknike, stafit teknik dhe të gjithë qytetarët që e mbështetën ekipin e Sopotit në atë sfidë që kaloi. Buxheti i Bashkisë Librash është 150-160 milion bashkë me donatorë të ndryshëm që besoj se mjaftueshëm për ekipin e Sopotit. Mjaftueshëm. E mira s'ka fund. Është një buxhet që është dinjitos. Është dinjitos, nuk ju ka munguar asnjë moment, sepse më para rrogat i mirë njërë 3-4 muaj, çdo fillim muaj marrin rrogën sipas kontratës që kanë lidhur me drejtuesin e ekipit të Sopotit.